Vaksinimi i grup moshës 0 deri në 18 vjeç në Bashkinë e Shkodrës gjatë vitit 2025 ka shënuar nivelin më të lartë të 5 viteve të fundit. Sipas drejtuesve të shërbimit të vaksinimit në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, muajt e fundit të vitit regjistrojnë edhe numrin më të lartë të vaksinimeve, pasi prindrit shpesh kanë tendencën të shtyjnë në kohë veçanërisht vaksinën kundër fruthit dhe rubeolës. Vaksinimi me vaksinat që i aplikojnë fëmijët e moshës 0 deri në 18 vjeç është pothuajse i njëjtë. Shkan në parametrat mira deri te 95%. Ka raste që edhe i shtyjnë vaksinat, por në fund rëndësi ka që i bajnë. Pjesa më e mirë, 95% e familjarëve i realizojnë vaksinat e fëmijëve. Rritje ka shënuar edhe vaksinimi i vajzave të grup moshës mbi 13 vjeç me vaksinën kundër human papilloma virus. Gjatë vitit 2025, ky vaksinim ka arritur një nivel më të lartë se vitet e mëparshme, duke reflektuar ndërgjegjësim më të madh për rëndësinë e parandalimit të sëmundjeve të rënda. Në kalendarin e vaksinimit ka pothuajse 4 vite, që nga viti 2021, që aplikojnë vaksinën e human papilloma virus, që të mbron nga kanceri qafës mitës dhe nga lythat që mund të shfaqen genitale. Në përgjithësi, sensibilizimi është rrit, ka rreth 70% e vajzave që e kryjnë. Mendojmë që në të ardhmen, siç e ka bota, të shkojnë mbi 90%. Pas 5 viteve të aplikimit të vaksinës kundër human papilloma virus tek vajzat mbi 13 vjeç, nga janari i këtij viti në kalendarin kombëtar të vaksinimit përfshihen edhe djemtë e moshës mbi 13 vjeç.